Lajmi mirë është që Tirana është mes 10 ekipeve të mirë superiore, si di përveç tifozliun dhe historinë që ka vetë Tirana, por nuk mbla shihet të mirë në përgjithësi ndeshja 90 minuta, pasi nuk diferencat ishin shumë të vogla, një ekip që pretendon të njëjtën në kategoria e parë, një edhe emri i Tiranës, diferencat ishin shumë të ngushta, si ishte presioni ishte prezent gjatë gjithë kohës kryetarët e Tiranës, nuk arrin të shprehen për asnjë moment gjatë 90 minuta, përveç rasteve sporadike, po thuaj se nuk është se kishte një rast konkretisht, apo loja ishte e lehtëzueshme, pasat ishin të lehtëzueshme, vertikalizimi po thuaj se mungoheshin gjatë gjithë kohës, domethënë ishte presioni ishte prezent aty. Domethënë pasi edhe tensioni ishte, edhe rëndësia e ndeshjes ishte, kështu që mendova para ndeshjes që do kishte diferenca, por ato që do të thënë edhe profesorët më përpara, analiza ose atë çfarë masat kishte marrë trajneri profesor Ardi, domethënë kishte analizuar perfekt ndeshjen edhe kishte marrë masat për çdo lloj situate të ndeshjes. Po edhe autat edhe do gjëra specifike që kishte, domethënë gjatë ndeshjes, ishte marrë masa, po thuhet gati në perfeksion. Vetëm fati vetëm ashtu mund të pësonte gol Përgateci kundrejt Tiranës.